Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot jemi në natën e tretë. Ku do flasim për lirimin e frikës së thellë dhe të pashpjegueshme, nga se shkaktohet, çfarë është dhe si ta lirojmë. Gjithashtu në fund kemi dhe meditimin për këtë temë. Mirëmbrëma edhe një herë të gjithëve, mirë se erdhët. Miranda, mirëmbrëma. Deni, mirëmbrëma. Emine, mirëmbrëma si je. Okej. Sot në bashkohen dhe të tjerët, në gjithsesi po fillojmë. Atëherë, dua të flasim sot për lirimin e frikës dhe çfarë është frika e pashpjegueshme, nga se shkaktohet, si ta kuptojmë nëse kemi të krijuar nga vetja, e kemi të krijuar nga jetët e tjera, të trashëguar nga prindrit apo gjërat e tjera. Pra, kjo është tema e sotme. Lendita, mirëmbrëma. Klodi, mirëmbrëma. Enkeleda, përshëndetje, mirë se erdhe. Iliriane, mirëmbrëma. Atëherë, jo çdo frikë ka një histori personale. Pra, jo të gjitha frikrat që ne kemi në total kanë një histori apo një ngjarje konkrete në jetën tonë. Nga ana, mirëmbrëma dritë. Shpeshherë frikat nuk është se kanë një ngjarje konkrete, thjesht na vinë në një mënyrë të papritur dhe në një mënyrë të pakontrolluar. Jo çdo frikë është e jona dhe jo çdo frikë mund të jetë e trashëguar nga prindrit, por mund të jenë edhe të mbartura nga jetët e kaluara. Zakonisht frikat e forta dhe të pashpjegueshme ndjehen në trup, jo në mendje. Pra, frika më e fortë vjen nga reagimi i trupit tonë, sepse shumë frikra ne thjesht duke përpunu mendimet, duke punu me mendjen, arrim që t'i shërojmë në mendime, por edhe trupi jon ka memorien e tij të veçantë, biles shpeshherë ka më shumë se sa truri memorje, dhe duke i memorizuar disa ngjarje dhe disa frikra, i mban shumë thellë. Okay. Traumat të hershme. Pra, disa frika krijohen, siç i themi ne, janë të krijuara nga fëmijëria. Dhe traumat më të mëdha, të cilat i krijojmë në fëmijëri, janë ato para se ne të mësojmë ndjesitë, të mësojmë gjuhën për të folur, të mësojmë pjesën tonë më të rëndësishme, komunikimin. Dhe traumat më të mëdha zakonisht ne i marrim nga mosha 0 deri në moshën 2 vjeç. Pra, flas nëse një traumë është e krijuar nga fëmijëria jonë. Por ke frikra të cilat ne i krijojmë ose i marrim në mënyrë energjetike, qofshin nga nëna, qofshin nga babai, por sidomos nga nëna. Çdo përjetim, Negji, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Pra, çdo përjetim të cilin ne e ka përjetuar nëna përpara nesh, qoftë depresionin, qoftë stresin, qoftë ankthin, qoftë frikë nga një kafshë apo frikë nga humbja, frikë nga diçka, të gjitha këto përjetime ne i marrim që tek barku i nënës. Gjithashtu në rritje, siç e thash, nga mosha 0 deri në moshën 2 vjeç, aty ku ne flasim vetëm përmes ndjesive, jo përmes gjuhës së komunikimit, edhe aty ne krijojmë trauma të reja. Por, do ndalesha edhe tek frikrat kolektive, pra tek pjesa e frikës kolektive, sidomos personat që kanë patur ngjarje lufte, sidomos personat që frikë nga braktisja, pra nuk është vetëm frika e braktisjes së një personi apo
një gjë e të rëndësishme në jetë. Është frika edhe pjesa ku për shembull shumë persona kanë vendosur që të jenë emigrant. Arieta, mirëmbrëma shpirt. Frikë do më thënë nga varfëria, edhe kjo frikë hyn tek frikrat kolektive, pra frikë të jesh i varfër, frikë të humbasësh, pra janë shumë lloj frikrash të cilat ne i kemi, por disa frikrat të tjera krijohen nga linja karmike, sidomos nëse në një jetë tjetër, në një jetë të kaluar, ne kemi patur lëndime shpirtërore, pra humbje të mëdha, të cilat këto lloj frikrash i kemi trashëguar edhe në këtë jetë. Dhe janë të pakten, nuk po them shumë, por 20% të frikrave janë edhe nga jetët e tjera. Atëherë, duhet të ndalem pak se ku jetojnë më së shumti frikrat të cilat mund t'i kemi krijuar si fëmijë, mund t'i kemi marrë nga prindrit ose nga jetët e kaluara. Zakonisht frikrat më të mëdha mblidhen tek çakra e tretë dhe tek çakra e dytë. Pra, zakonisht këto lloj frikrash mblidhen në këtë zonë dhe nëse duam të trajtojmë një lloj frikre, e para që duhet të punojmë ose të lidhemi me ndjesitë të cilat i ndjejmë tek çakra e tretë dhe tek e dyta. Mukadez, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kemi frikë e cila është mbledhur tek zona krahërore, sidomos nëse kemi përjetuar në këtë jetë apo në jetët e tjera humbje të mëdha. Kjo lloj frike vjen dhe mbledhet tek zona krahërore. Prandaj, nëse keni vënë re, edhe shumë njerëz që kur lindin kanë probleme me zemrën, ose ndjejnë shtrëngesa, ose kur përjetojnë frika të ndryshme, sado e vogël të jetë, kanë përjetime të ndryshme dhe ngushtim tek zona krahërore. Pra, kjo tregon që vërtet duhet të punojnë me këtë frikë dhe duhet të punojnë fiks te kjo pjesë. Vlora, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Rud, mirëmbrëma. Atëherë, çakra e tretë ndodhet tek zona poshtë gjoksit, tek zona e stomakut, dhe çakra e dytë, klodi, ndodhet tek zona dy gisht poshtë kërthizës. Okej? Kemi dhe disa frikra të tjera, sidomos frika ose persona të cilët nuk kanë patur mbështetje në jetë. Në gjithë shka ja kanë dalë vetë, në gjithë shka kanë qenë persona që kanë realizu jetën e tyre vetë, pa patur mbështetje dhe ndihmë, zakonisht kanë probleme me pjesën e legenit ose me shtyllën kurrizore. Dhe ndodh më së shumti në jetë. Pastaj kemi edhe frikrat e shtypëra. Frikrat e shtypëra, të cilat na lidhen zakonisht me pjesën e prindërve, sidomos me pjesën e prindërve tanë, janë këto frika të cilat na mbledhen këtu tek zona nofullave ose zona e fytit. Pra, persona të cilat mund të kenë probleme me bajamet, probleme me tiroidet, probleme me qafen. Pra, këtu duhet të përqendroheni që këto frikë zakonisht janë të marra nga prindrit. Ose me zonën e nofullave, për shembull persona që kanë problem me dhëmbët, lidhet automatikisht me frikën që ti e ke marrë nga prindrit. Ose persona të cilët kanë frikë, si të ta them, kanë një frikë të cilën mund ta ketë patur nëna ose babai dhe këta e kanë trashëguar, në mënyrë automatike mund ta shikojmë tek pjesa se sa probleme kemi ne me pjesën e dhëmbëve. Frikat e pashpjegueshme është një emocion i cili na lind pa shkak të dukshëm. Pra, si që thash edhe më lart, nuk është se ka një shkak aktual, thjesht ndodh. E thash edhe ndjesit se ku ne mund t'i ndjejmë. Në këto frika, gjithmonë trupi reagon dhe mendon që është në rrezik. Okej? Pra, vetë trupi jon i jep një reagim i cili mendon që është e rrezikshme kjo gjë. Pra, vetë ndodh në trup. Por, realisht, mendja jonë nuk është se ka ndonjë reagim. Pra, në këtë lloj forme, nëse reagimi është vetëm në trup,
tregon që e kemi marrë nga një jetë tjetër dhe vetë trupi dëshiron që ta liroj, dhe duke na dhënë një reagim të tillë na lën të kuptojmë që duhet ta punojmë këtë pjesë dhe të merremi fiks me këtë lloj frike, ku e ndjejmë, si e ndjejmë dhe pse e ndjejmë. Kur ishim si fëmijë, siç e thash edhe më lart, nga që nuk dinim të shprehnim ndjenjat tona, emocionet tona, nevojat tona, nuk kuptonim se çfarë ndodh me botën, për shembull. Dhe nëse në një familje ka patur konflikte mes njëri tjetrit, sidomos mes prindërve, ne e kemi marrë si frikë dhe i kemi dhënë sinjal trupit që trupi jon të jetë në mënyrë automatike, të jetë në mbrojtje. Okej? Në gjithçka që mund të ndodhë, qoftë një konflikt sado i vogël të jetë, fëmia ku nuk din ta shpreh, ku nuk din ta komunikoj, ku nuk din ta thot, e merr si mbrojtje dhe e bën të veten. Pra, nëse për herën e dytë ndodh e njëjta situatë mes prindërve, i njëjti konflikt, fëmia thjesht shkon dhe struket, sepse mendon se çdo gjë që ndodh, po ndodh për fajin e tij, sepse nuk di ta interpretoj, nuk di ta thot. Okej, cila terapi mund të na shëroj? Atëherë, Klodi, duhet dish diçka, çdo lloj terapie që mund të bësh, çdo lloj pune që ti mund ta bësh në pjesën spirituale, qoftë puna me bioenergji, qoftë puna me pjesën e mendjes, qoftë puna direkt me frikrat, të ndihmon. Nuk e kam fjalën për zhvillimin personal. Zhvillimi personal për mua është thjesht një motivacion i momentit dhe nuk të lejon që ti të futesh më thellë. Por nëse bëjmë një zhvillim personal, kjo do thotë që ne thjesht fillojmë të manipulojmë mendjen për momentin, por në një të ardhme këto frikra fillojnë të rikthehen gjithmonë nëse nuk i shërojmë. Unë personalisht sugjeroj gjithmonë punën me meditime, me bioenergji, me trajnime të cilat të ndihmojnë dhe janë afatgjate, nuk janë afat shkurte. Atëherë, Selvie, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Si që thash, pra frikrat mos e shumë ti mbledhen në zonën e parkut, në krahëror, në shpinë, në qafë dhe në nofulla. Gjithmonë duhet të kemi parasysh kur është një situatë për shembull shumë e vogël dhe trupi jon fillon të reagojë, nuk e kupton sepse, thjesht fillon të bëjë reagimin e tij, siç është për shembull ataku i panikut. Ataku i panikut nuk është se është vetëm diçka që të ka ndodhur këtu, ose të ka ndodhur një histori në lidhje me një situatë dhe t'i krijohet një atak panikut, por ataku i panikut realisht e ka sepse trupi dhe shpirti po bashkëpunojnë për të shëruar njëri tjetrin. Nuk ndodh nga hiçi. Ataku i panikut pra po tregon që ti duhet të shërosh diçka në trupin tënd. A duhet të kemi frikë? Jo. A duhet ta luftojmë frikën? Absolutisht jo. Nuk sugjerohet në asnjë lloj situate që ne ta luftojmë, por duhet thjesht të bashkëpunojmë. Pra, të jemi të qetë, të jemi të vetëdijshëm, të jemi prezent me këtë pjesë dhe këtë fazë të jetës dhe këtë ndjesi të cilën ne e kemi. Si që thash edhe më lartë, duhet të keni parasysh nëse dëshironi të trajtoni një frikë. Një frikë të cilën ju e keni të pashpjegueshme në jetën tuaj. Pra, mund të jetë një frikë të cilën e keni marrë kur nëna për shembull ka qenë shtatzan me juve dhe keni marrë një frikë. Në këtë jetë nuk është se keni patur një shkak të cilin mund të thoni po, këtë frikë e kam krijuar nga kjo. Po marrim diçka krejt normale, për shembull frikën nga ashensori. Okej? Kjo frikë juve ju ka ardhur në mënyrë të papritur, për shembull deri në një fazë të jetës, ju mund të keni hyrë në ashensor, nuk u ka bërë përshtypje, keni qenë shumë mirë. Në një ditë të caktuar, ju thjesht filloni ta keni frikë. Okej? Pa e kuptuar se pse. Këtu duhet të ndaleni dhe të shikoni nëse nëna juaj ka frikë nga vende të ngushta, nga vende që nuk kanë ajër,
nga vende të cilat nuk kanë kontakt fizik. Dhe nëse nëna juaj e ka marrë, ju gja e keni shërimin në dorë. Dhe vjen momenti ku ju thjesht I jepni vetës një fazë ose një sugjestion duke suggestionuar veten që kjo frikë nuk është e juaja. Kjo frikë nuk u përket juve. Këtë frikë thjesht e leni që të ikë. Gjithashtu, nëse nëna gjatë shtatzanis ka patur atak paniku, ka patur ankth, ka patur depresion, ka patur humbje të rënda, siç mund të ketë humbur babain, vllajin, nënën, dike, dhe këto përjetime I ka patur shumë të forta, ju duke u rritur ose duke qenë si fëmijë, ju thjesht jeni pak agresiv, depresiv, jeni në një gjendje që as veten nuk e kuptoni. Pra kjo tregon që ju keni marrë ndjesitë dhe frikrat e saja. Dhe tani thjesht duhet t'i përpunoni. Pra gjithmonë nëse ka persona të cilat e mbajnë mend jetën e tyre, por gjithashtu kanë dhe nënën në jetë për këto gjëra, para se të trajtoni një frikë, është e mira të bashkëpunoni edhe me prindrit. Okej, nëse ka ndonjë pyetje, okej, nëse jo, vazhdojmë sërish. Pra, si që thash edhe më lartë, frikat e pashpjegueshme nuk duhet të kenë gjithmonë një histori, nuk duhet të kenë gjithmonë një ngjarje, sepse kur shfaqen në mënyrë të papritur. Okej, Deni thot, po kur s'ke mundësi për të pyetur, bravo Den, shumë më pëlqej kjo pyetje. Pra, në momentin që ne kemi një konflikt ose prindi jo nuk man mend diçka nga jeta e tyre ose thjesht e kemi humbur, sidomos nënën, nëse nuk është kjo, mund të vazhdosh disa pyetje me veten tënde. Për shembull, ulesh në qetësi, qëndron në heshtje dhe fillon të kujtosh një frikë, kam gjuar shumë njerëz që kanë frikë për shembull nga uji, nga gjarpri, kanë frikë nga përballja, pra e gjen frikën, kush është frika jote, vendos njërën dorë tek zemra, tjetrën tek zona e stomakut dhe vazhdon të pyesësh: a ka lidhje kjo frikë me mua? A është e imja? Por gjithmonë bën pyetjen e parë, qëndron të paktën 3-4 minuta, bën pyetjen e dytë, qëndron për shembull 3-4 minuta dhe pastaj fillon të thuash: a është e imja? A ka të bëjë me jetën time? A është e mamës? Ose a është nga jetët e kaluara? Nëse ndjesia jote të sjell frikë, për shembull, a është nga jetët e kaluara, ti e bëre pyetjen dhe në këtë moment të vjen ndjesi e keqe, tregon që po. Dhe ti në forcën e mendjes tënde, bashkë me suggestionet, fillon t'i thuash vetes: unë e liroj këtë frikë. Unë e kthej në dritë. Unë nuk lejoj të përfshiha. Nga ky moment, zgjedh që ta largoj nga vetja. Okej, thot, me ngjarjet që nuk më kujtohen. Atëherë, me ngjarjet që nuk të kujtohen, zakonisht sa më shumë që ne meditojmë, aq më shumë gjëra fillojnë të na shfaqen, aq më shumë gjëra fillojnë të na dalin. Por, nëse ti nuk ke disa kujtime që ti dëshiron t'i kujtosh, mund të vazhdosh të përdorësh hipnozën. Hipnoza të ndihmon shumë. Iliriana thot, unë e kam frikë, thot Gjarprin.
frika nga gjarpni zakonisht është tek shumë njerëz. Por është e shërueshme gjithsesi. Faleminderit ty, Dini. Okej, Klodi thot që e vogël kam patur shumë frikra të ndryshme, jam trembur nga kushërinjet më të mëdhej sikur do më presin veshin. Atëherë, kjo është një frikë të cilën ty ta kanë sugjestionuar, ta kanë thënë. Për shembull, mund të ta ketë thënë mami në një fazë tjetër thjesht për trem mos me dal në xhiro, ose mos me dal në borë, ose mos me bën një gabim, ka thënë do vi ky kushëriri, është më i madh, do të presi veshin dhe ti thjesht për të mbrojt veten e ke marrë si të vërtet. Tani Klodit sugjeroj që thjesht të bësh paqe me këtë pjesë, ta falësh veten për këtë pjesë që ti nuk e ke ditur dhe thjesht ta lirosh. Jam trembur edhe nga gjarpri. Okej, e thash, frika nga gjarpri të pakten e kam dëgjuar në 70% të njerëzve. Frikë nga gjarpri, frikë nga uji, frikë nga vendet të mbyllura që në psikologji quhet klaustrofobia, pra janë shumë frika të ndryshme. Tani ndjej frikë, panik, pasiguri. Po, sepse Klodi dhe shumë të tjerë, çdo frikë të cilën ne mundohemi ta sulmojmë, mundohemi ta shërojmë për nuk dim, mundohemi të mos e pranojmë, fillojmë ta shtypim më shumë derisa trupi dhe shpirti fillojnë të bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe japin këto reagimet e bukura. Zakonisht tek disa njerëz frikrat nuk zgjohen deri në momentin kur njerëzit fillojnë të punojnë me veten. Dhe sa po njerëzit fillojnë të punojnë me veten, të rriten shpirtërisht, të hapin horizontën e tyre, të kuptojnë më shumë pse janë këtu vinë edhe frikrat pas. Dhe ti thu, si ka mundësi që këtë friku nuk e kisha për m'doli tani? Po, sepse kjo frikë mund të ketë ardhur me ty bashkë nga jetët e kaluara dhe ka momentin që të shërohet në këtu dhe tani. Po, disa frikra ti mund t'i kesh trashëguar nga nëna dhe thjesht nuk e ke ditur sepse duke jetuar me to nuk të ka bërë përshtypje. Të zhduk diçka krejt normale, si që thash edhe mbrëm, ndodh për shembull tek fëmijët të cilët kanë patur një nën ose një baba anksios ose në stres dhe atyre u duket krejt normale që janë në stres, u duket krejt normale që është normale të kesh stres, sepse e ka dhe mami, e ka dhe babi. E njëjta gjë na ndodh edhe neve për shembull, kur ne kemi patur shumë frikra, shumë ankthe, shumë trauma, shumë gjëra dhe asnjëherë nuk kemi dëgjuar as mendjen, as shpirtin, as zemrën. Tani, kur gjitha këto bëhen bashkë, kur shpirti dhe trupi fillojnë të bashkëpunojnë, këto i nxjerrin në sipërfaqe. Sepse trupi gjithmonë thot, unë jam në rrezik, apo më dëgjon dikush? Si që thash, trupi jon ka memorie dhe më shumë se mendja. Okej? Gjithçka që na ndodh në jetë, qoftë edhe një dhënie dore dhe një përshëndetje me persona të tjerë, trupi e memorizon. Nëse ti e takon, nëse keni vënë re, kur takoni për herë të parë një person me të cilën ju mund të keni patur frikë të bisedoni ose u është dukur në pamje të parë jashtëpër ose ndryshe, në moment që ju takoni për herë të parë dhe jepni dorën, kur e takoni herën e dytë, ju nuk e keni më këtë reagim. Pse? Sepse trupi e ndjen dhe kupton energjinë e atij personi, pra përshtatet. Okej? Kjo ndodh edhe me pjesën kur ti ke patur shumë lëndime të shtypura, tani vijnë të dalin në sipërfaqe. Zakonisht këto gjëra ndodhin edhe kur ne punojmë me veten. Sepse aty fillojmë t'i japim më shumë vëmendje
trupit, më shumë përparësi shpirtit, më shumë ndjesi vetes tonë dhe të gjitha këto frikra, qoftë nga jetët e kaluara, qoftë nga prindrit, qoftë të cilat i kemi krijuar dhe vetë si fëmijë, kur nuk kemi ditur të shprehemi, fillojnë të dalin në sipërfaqe dhe ti thua, si ka mundësi sepse unë nuk e kam patur ndonjëherë këtë frikë. Sepse ndoshta ajo ka qenë, jo ndoshta, por ka qenë aty dhe tani është koha që të shërohet. Okej? Sara, në një meditim të thellë, kam parë fëmijën që do të dilte nga barku i nënës. Ishte afër çakrës së parë sakrale dhe dridhej lakurisht nga frika, se di a isha unë e vogël. Atëherë, Miranda dhe të tjerët, gjithmonë nëse nëna mban mend ose nëse nëna është në jetë, gjithmonë duhet ta pyesni çfarë lindjesh ka kaluar. Një nën e cila ka patur lindje traumatike, ka patur lindje të vështirë, mos harroni se të njëjtën ndjesi e kemi ne. Të njëjtën interpretim e bëjmë ne. Trupi jonë krijohet nëpërmes molekulave, qelizave, neuroneve dhe ADN-s së nënës dhe të babait. Por në këtë rast flas për nënën. Nëse ti ke pa një meditim të tillë, unë ta interpretoj që deri diku ke qenë ti, jo nëna, nuk ka të bëjë me pjesën e nënës, ka të bëjë me tëndën, sepse ti ke qenë meditim për veten. Dhe sa herë që ne bëjmë një meditim për veten, ne shikojmë veten në disa versione. Në këtë rast i ke pa duke lidhur mami jot, ose do ke qenë në rrezik kur të ka lindur ty, ose për te kjo lindje ka qenë traumatike. Sara, unë jam në një ankth. Atëherë, prekaj, duhet të dish diçka. Asnjë ankth nuk të vjen pa shkak. Ankthin mos e luftoni asnjëherë, mos e mohoni asnjëherë, mos shikoni që të jeni të fortë, në thojza, para ankthit, sepse ankthi vjen për më të zgju, vjen për të ndihmu. Asnjë lloj frike nuk është krijuar ose nuk është trashëguar për të keqen tonë. Është trashëguar dhe ka ardhur këtu për më të mirën tonë të mundshme. Pra, edhe çdo frikë që ne kemi krijuar, e kemi krijuar si vetë mbrojtje tek vetja jonë. Gjithashtu edhe ankthi është një mbrojtje ose një zgjim që po të thotë, po të shkon pak dhe të kujton se kush je ti, pse duhet të punosh me veten, pse je duke dëgju këtë live tani, çfarë është më e mira për ty. Ankthi është sinjali i parë që ty të shkon të mirë dhe të thotë përtej frikës është lumturia. Prandaj gjithmonë është në zgjedhjen tënde çfarë ti zgjedh të bësh. Po kur vetë disohemi për një frikë ose traumë, duhet bërë meditim për ankorim. Deni po, nëse ka një meditim i cili lidhet në përgjithësi me frikrat, është e mira të bësh, nuk është e rëndësishme kush e udhëzon, e rëndësishme është që meditimi të ndjehet dhe të integrohet tek ty. Nuk është e rëndësishme se cili mentor po e bën dhe çfarë frike ka në këtë pjesë. E rëndësishme është që ky meditim të jetë tek ty i pranueshëm dhe të liroj diçka. Wow, po këto i ka patur mamaja ime, wow, po marr konfirmime për shumë gjëra zemër. Deni, jam shumë e lumtur që disa gjëra konvenojnë. Duhet të dini diçka që ju më kot këto që po ndiqni këtë trajnim, jeni këtu sepse ka diçka që ju prek. Jo çdo live ose çdo person mund na nuk jemi të pëlqyeshëm për gjithë dhe nuk jemi të pranueshëm për gjithë. Okej? Pra, jemi të pranueshëm për atë kategori e cila ka diçka për të mësuar të trajnime dhe jemi gati të marrim atë çka
vërtet ne kemi nevojë. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Si ta përpunoj, po më shumë ndërlikime ka qenë atëherë, Miran, duhet të dish diçka. Sa herë që ti për shembull, ose në moment që ti ke patur këtë përjetim, ose ke përjetime të tilla të cilat të konfirmohen dhe të zbulohen me anë të meditimit, tregon që është diçka e mrekullueshme dhe është diçka që po funksionon në mënyrë të jashtëzakonshme tek ty. Atëherë, gjithmonë ulesh dhe fillon. A e kam ndjerë këtë frikë si fëmijë? Dhe gjithmonë trupi fillon ta konfirmoj. Nëse është po, mund të kesh dridhje të trupit, mund të kesh dridhje të zemrës, mund të ndjesh thjesht kënaqësi. Nëse kjo, domethënë, ta lën ndjesinë ose frikën siç ishte, fillo të pyesesh, a mos e ka ndjerë mami im këtë pjesë? A mos e kam marrë nga jetët e kaluara? Pra gjithmonë gjej një pyetje në këtë raste. Gjithmonë mos harroni, duhet të jeni në një vend shumë të qetë dhe njërën dorë e vendos tek zemra dhe tjetra tek zona e barkut dhe fillon të marrësh pyetjet. Sara, po isha me kunatën në një retreat dhe kunata ka pasur shumë lirime, dridhje në trup, po tash me muaj si të merë frymë thellë, ja fillon meditimi, ka dridhje në trup dhe frika të pakontrollueshme, si e shpjegon. Silvia, atëherë, çdo retreat, në çdo meditim, e thash edhe më lart, zakonisht mendja jonë nuk ka aq shumë memorje, sepse mendja gjithmonë fillon t'i kontrolloj gjërat. Fillon ti manipuloj ose të krijoj histori për disa trauma, për disa frikra, për disa lirime. Ndërsa trupi jon nuk gënjen asnjëherë. Trupi jon ka memoria dhe përjetime siç e ka përjetuar, siç i ka ndodhur dhe siç dëshiron trupi ta lirojë. Tani, krejt e dim se këto dridhjet e trupit, këto ulërimat, këto lotët e krejta këto gjëra janë shkarkime, janë lirime, janë shërime. Tani, përderisa kunata jote, për shembull, i ndodh kjo gjë, i ka ndodhur në retreat dhe vazhdon t'i ndodh, të thotë që nuk e ka liru akoma sa duhet. Okej? Është mundu në retreat thjesht është aktivizu si traum ose si frikë për të liru, por akoma nuk e ka liru sa duhet, sepse trupi nëse liron diçka, o mundoti sa dush ta friksosh një person për atë traumë ose t'ja kujtosh ose për atë frikë, nuk e kujton ma sepse ka liru, e ka shëru, nuk i bën ma përshtypje. Preka i faleminderit ty. Çfarë që ma the mua barku, po më dhem shumë për punën e frikës, sepse deni tani në mënyrë të pavetdijshme mund të kesh ndezur ndonjë sinjal të frikës, pra këtë çka fola unë, mund të jetë një frikë në gjithë këtë bisedë dhe sapo të është aktivizuar. Po s'ka gjë, se kemi meditimin dhe do lirojmë sërish. Atëherë, shpirti gjithmonë kërkon lirim nga traumat e vjetra. Duhet të dini, kur filloni të punoni me veten, kur filloni të ushqeni veten me meditime, me punë të thella, me ritrite, si që tha Silvia, etj, gjithmonë shpirti kërkon të shlirohet nga këto trauma, nga këto frikra, nga këto lirime e shkarkime, etj. Frika rritet vetëm kur ne i rezistojmë. Pra, çdo frikë që ne mundohemi ta kontrollojmë, çdo frikë që ne mundohemi ta mendojmë, nganjëherë edhe ta përpunojmë, por ta përpunojmë vetëm me mendje. Pra fillojmë themi, ua, pse më erdhi, po si më erdhi, po si ka mundësi që unë kam frikë nga kjo, po si ka mundësi që unë ne kam këtë. Ky është gjykim, kjo është pjesa ku ti po i reziston, pra ti thjesht nuk je pranues dhe nuk përshtatesh dot me këtë pjesë.
Me çfarë lirohen traumat? Atëherë ka shumë lloj teknikash që mund të bëjmë për traumat, siç janë meditimet bona, në meditime që ne do bëjmë në këto 9 net rresh, sot është nata e tretë. Do më thënë, mund të bëjnë përmes meditimeve, mund të bëjnë me bioenergji, mund të trajtohen me theta healing, mund të trajtohen me hipnoza, pra ka lloj teknikash dhe suggestionesh që ne mund t'i lirojmë traumat. Ndjenja e turpit a mund të jetë frikë, sigurisht që po, Klodi. Nëse ke qenë e vëmendshme kur unë thash që shumë ngjarje dhe shumë histori që mund të ndodhin tek prindrit tan, ne fillojmë që t'i marrim, domethënë t'i mbajmë brenda vetes për mbrojtje. E njëjta gjë ndodh edhe tek pjesa e turpit. Nëse ne në mënyrë të pavetdijshme na vjen ndjenja e turpit, nuk e dim nga se na erdhi, nuk kemi një arsye, ose nuk na e kanë mësuar që është turp kjo, fillojmë të strukemi tek ajo pjesa jonë dhe kemi turp edhe të ballafaqohemi me botën, edhe të tregojmë dobësitë tona, edhe të tregojmë kush jemi. Pra, ndjenja e turpit tregon që është një frikë bashkë me traumë, pra nuk është vetëm frikë, por është edhe traumë bashkë, janë bërë dy në një. Xander, faleminderit shumë. Atëherë, dua të ndalem edhe pak pse frikrat dalin, për shembull kur ne jemi në rritje shpirtërore, jemi duke punu me veten etj, sepse ne fillojmë t'i japim trupit dhe mendjes një ndjesi tjetër. Pra fillojmë t'i kushtojmë më shumë vëmendje, më shumë kohë, më shumë përkushtim, më shumë nevojë, sepse fillojmë të lidhemi me trupin, fillojmë të lidhemi me ndjesitë tona, fillojmë të lidhemi me veten tonë, fillojmë të dëgjojmë gjithçka që vetja jonë na e thotë. Çfarë funksionon më së shumti tek pjesa e frikrave? Siç e thash edhe më lart, e para mos ta luftosh, e dyta në mënyrë kategorike që ta mohosh. Nuk duhet ta analizojmë her pas here pa fund pse më ndodhi, si ndodhi, pse duhet të më ndodhë mua. Asnjëherë mos e detyro veten që të jesh i fort ose e fort tek frika. Sepse frika, do më thonë, e manipulon aq bukur veten, sa shpesh herë neve na duket si reale, na duket si e vërtet, na duket sikur po ndodh tani. Dhe realisht në trup ndodh tani. Okej? Atëherë, duke dashur që të punojmë me frikën, e para duhet t'i tregojmë vetes që jemi të sigurt. Jemi të sigurt në këtë që po bëjmë. Jemi të sigurt në këtë meditim, për shembull, ndjehemi të sigurt në këtë situatë. Kjo situatë nuk na përket neve. Pra, fillo ta sugjestionosh veten dhe t'i tregosh edhe trupit, nganjëherë edhe të flasësh me zë të lartë, jo gjithmonë në heshtje, t'i thuash vetes, trupi im po shërohet, trupi im po më tregon ta liroj këtë traumë, trupi im po më ndihmon ta liroj këtë frikë. Trupi im është i mrekullueshëm, fillo ta përqafosh veten, ti thuash që ti nuk je ma në atë frikë, por ti i rritur, ti je më shumë se ajo frikë. Unë jam këtu për të dëgjuar, unë jam këtu për të ndihmuar, unë jam këtu që ti të jesh në mua dhe unë në ty. Okej? Okej, tani kam një pyetje, po kur flas në takime me mas të madhe, me 20-30, kam shumë dridhje zëri, si shpjegohet. Lendita. Atëherë, zakonisht, edhe kjo lidhet me, ndoshta lidhet pak edhe me pasigurinë tek vetja. Nëse ti nuk je sigur në atë që po thu, nëse ti nuk je pranuese i herë tek vetja se po krejtëve mund të na dridhet zani, krejtëve mund të filloj të na griset fyti kur flasim shumë.
është krejt normale që edhe të pijet ujë, është krejt normale që edhe të kesh emocione tjerë, pra e para është pranimi që ti pranosh që këto gjëra janë krejt normale dhe na ndodh krejtve. Okej? E dyta, kjo mund të lidhet edhe pak me ndjenjen e turpit, pra ti ke turp, ndoshta edhe të shfaqesh, ndoshta edhe nga që sytë e njerëzve të tjerë thjesht po të shikojnë ty dhe thjesht ti fillon të ndjesh pak në siklet dhe çfarë ndodh, toni i zërit fillon të ndryshojnë sepse ti fillon të japësh frikë vetes e janë gjithë këto njerëz që po ndodh, inshallah s'dorëzohem, inshallah s'do merret zëri, inshallah dhe ti i bën presion vetes. Atëherë, duhet të dini edhe diçka tjetër, pra si del frika nga trupi jonë. Zakonisht, nëse punoni me pjesën e bioenergjisë, kjo lloj frike del si energji nga trupi juaj, pra si një energji negative. Nëse dëshironi që të punoni thjesht me lirimin e frymarrjeve, thjesht merrni frym dhe kur merrni frym, gjithmonë vizualizojeni sikur po merrni frym dritë dhe po lironi këtë frikë. Merrni frym dritë, lirojeni këtë frikë. Nëse dëshironi të punoni me meditim, pastaj ke meditimet të udhëzuara që janë fiks për këtë temë. Nëse dëshironi për shembull që ta trajtoni pastaj me hipnoz, me theta healing, me bioenergji e tjerë, gjithmonë ka teknika të ndryshme që ne mund t'i përdorim vetëm për këtë gjëra. Okej, nëse jemi gati dhe nuk ka pyetje të tjera, gjithsesi nëse ka pyetje, do ju përgjigjem pyetjeve. Nëse nuk ka pyetje për frikat e pashpjegueshme dhe se si shfaqen në jetën tonë dhe si t'i shërojmë, do kalojmë tek meditimi. Okej. Unë gjithsesi po pres një 5 minuta. Ashërohen frikrat në total, po thua. Prekaj sigurisht që shërohen, sigurisht që lirohen, sigurisht që shkarkohen. Si që thash, frikat nuk janë kriju për të na sulmu neve, por janë kriju për të na mbrojtë. Dhe duke u kriju si diçka që është në të mirën tonë, në të mirë duhet shëruar. Ibadete, përshëndetje dhe mirë se erdha. Si mund të jem në energji dhe të ndryshoj gjërat që më mërzisin. Unë kam frikë nga sëmundja. Xander, jam shumë e lumtur që ti, do më thanë, pas një lloj kompleksi e thu, unë kam frikë nga sëmundja, dhe kjo është e mrekullueshme kur ne jemi pranues. Pra kjo tregon që jemi shumë të gatshëm që ta shërojmë dhe kemi po të paktën 50% të punës së shërimit. Tani, çfarë duhet të bësh? E para, duhet ta sugjestionosh veten dhe këtë mund ta bësh thjesht duke dalë para pasqyrës dhe asnjëherë mos thuaj unë kam frikë nga sëmundja, por thuaj unë jam shëndeti. Unë jam shëndeti. Unë jam pasuria. Shëndeti im është rigjenerues. Shëndeti im është i jashtëzakonshëm. Asnjëherë mos e përmend këtë fjalën e fundit. Dikur më ke kujtu diçka shumë bukur, kur mësuesja jame po më thot, do më thush thot 5 frikrat e tu më të mëdha. Dhe një ndër këte kisha vendosur edhe kam frikë të smuren, kam frikë te, kam frikë te, okej, 4 tjera s'po i them, por tek njëra kisha vendos fiks këte. Dhe ajo më thot, a e lexove se çfarë më ke shkruar? Dhe unë i them, po, kam shkruar këte. Lexoj edhe një herë, më ka bë me lexu një 10 herë, sa i thash, ose ma shpjego, ose do e griz, thash komplet letrën, se nuk kisha ma guxim, se s'po e kuptoja veten. Dhe më thot, kur ti thua kam frikë nga kjo gjë, fiks kjo gjë po të ndodh, dhe fiks kjo gjë do të ndodh. Atëherë pse thua që kam frikë nga kjo? Thjesht pranoje, ulu me veten, pranoje që ti e ke këtë frikë dhe thjesht liroje. Se zgjedh suggestionet, se zgjedh meditimin, se zgjedh bioenergjin,
është pjesë për ty, ti zgjidh diçka dhe në bazë të kësaj shëroje këtë pjesë. Selvie, po, live do ruhen, por do hidhen vetëm në YouTube. Prandaj janë 9 net në të cilat do jem live. Tani, kur do hidhen YouTube, lind pyetja. Por nuk e di. Mund të hidhen tani shpejt, mund të hidhen mbas 1 muajit, mbas 2 muajsh, nuk ja kam iden. Se faktikisht vete kam dorë, por nuk ja kam iden sepse du që shumë njerëz të marrin energjinë e live-eve. Dua që shumë njerëz të marrin pyetje direkte. Jo të gjithë janë gati që të marrin ato përgjigjet nga live-et e mbetura. Njerëzit që janë këtu e ndjejnë më shumë të energjinë. Selvie, faleminderit ty, Xander, faleminderit ty. Atëherë, do vazhdojmë me meditimin neve. Atëherë, sonte meditimi, siç e thash, është tek frikrat e pashpjegueshme. Ne do lirojmë çdo lloj frike që mund të ndjeni. Tani dikush mund të ndjej ngrohtë, dikush mund të ndjej ftohtë, dikush mund të ndjej emocione, dikujt mund t'i vinë shumë mendime, dikujt mund t'i hapen situata të jetës, qoftë nga kjo jetë apo jetët e kaluara. Thjesht kujtojani vetës që thjesht po bëni një meditim, po lironi. Okej? Okej, si dëgjohet muzika, ju lutem. Denis, a dëgjohet muzika, të lutem? Shumë mirë, grazie Klodi, faleminderit Klod. Do më thënë, ne të vazhdojmë me këte. Shumë mirë, faleminderit Ruth. Okej, super. Bëhemi gati. Okej, Xander, tani dëgjohet me zhurmë? Okej, super. Gjeni një vend të përshtatshëm ku mund të ndjeni rehatshëm, ulur apo shtrirë. Mbyllni syt ngadalë. Merr frymë thellë nga hunda. Dhe nxirre nga goja. Merr sërish frymë thellë nga hunda dhe lëshoje nga goja. Lejo trupin që të rëndohet. Lejoje tokën të të mbaj. Lejoje vetën që të jesh i e sigurt. Në këtë moment, gjithçka është në rregull. Nëse dëshiron, vendose njërën dorë mbi zemër dhe tjetrën mbi bark. Dhe fillo që ta ndjesh ngrohtësinë e duarve të tua. Ky është vendi yt i sigurt. Fillo të vëzhgosh trupin. Për shembull, tani dërgoje vëmendjen tënde tek koka.
tek fytyra, tek nofullat dhe lësho çdo shtrëngim. Dërgoje vëmendjen tek qafa, shpatullat. Lejoj shpatullat që të bjen poshtë dhe të ndjehen të qeta. Dërgoje vëmendjen në krahor, tek zemra, barku. Dhe nëse diku ndjen shtrëngim, pesh, dridhje, zbrazëti, mos e ndrysho, mos e analizo, vetëm ndjeje. Ndjeje se si fryma jote bëhet më e thellë dhe çdo nxjerrje fryme është lirim i kontrollit. Tani, imagjino frikën si një formë, ndoshta një formë mjegulle, ndoshta një fëmijë, energji, ndjesi. Shikoje pa e gjykuar. Dhe fillo ta vëzhgosh. Mund t'i thuash me zërin tënd të brendshëm: nuk kam ardhur të të largoj. Kam ardhur të të dëgjoj. Lejoje trupin të reagoj. Ndoshta mund të ndjesh dridhje, frymarrje thellë. Lëre trupin të lirë, sepse ky është lirimi. Dhe shikoje ngadalë që nga qendra e zemrës tënde zbret një dritë e ngrohtë. Ajo rrethon frikën. Ajo e dashuron frikën tënde. Ti bëhu vëzhgues dhe tregoj që ti je këtu. Tani je i rritur, je i sigurt, je i mbrojtur. Dhe shikoje frikën se si zbutet, shkrihet dhe kthehet në dritë. Energjia e saj kthehet në fuqi për jetën tënde, për nevojat e tua, për sigurinë tënde. Me çdo frym ajo ngrihet lart. Me çdo nxjerrje fryme
ajo del nga trupi, duke u kthyer si burimi i saj për të shëruar, për të transformuar. Dhe trupi yt mbushet me një dritë, mbushet me qetësi, me siguri. Dhe trupi jot e liron plotësisht të frikë dhe ndjen që tani është koha. Ti tani je gati që ta shikosh se nga vjen kjo frikë. Ndoshta mund të të vinë ndonjë ndjesi, imazh, emocion, ose thjesht një energji. Por, nëse frika është nga fëmiria, shikoje veten të vogël si fëmijë. Shikoje veten të vogël dhe tuaje. Pranoje. Nëse kjo frikë është nga prindërit, shiko linjen familjare. Mund të shikosh nënën dhe babain. Dhe ta shikosh se çfarë mund të kesh marrë nga njëri apo nga tjetri. Nëse kjo frikë është marrë nga jetët e kaluara, tani mund të të shfaqet si një kujtim shpirtëror. Një kujtim nga kjo jetë e kaluar, apo nga kjo ngjarje. Nëse është krijuar nga ti kjo frikë, shiko momentin e vendimit. Pse mendove se do të mbronte? Pse vendose që ta kesh akoma këtë frikë?
Mos e gjyko veten. Mos e gjyko frikën tënde. Mos e analizo. Vetëm kuptoje. Tani ofrohu tek ajo pjesë që u friksove, tek ajo ngjarje, tek ajo ndjesi apo përjetim. Dhe tregoj vetes se nuk je vetëm, ti ke shpirtin, ti je këtu dhe tani. Gjithçka po shkon në mënyrë perfekte. Vizualizoje veten duke e përqafuar atë pjesë. Dhe shikoje se si frika fillon të zbutet, të shkrihet, të transmetohet. Ti je zgjidhja më e sigurt e vetes tënde. Ti je besimi i vetes tënde. Trupi yt është vendi më i sigurt në planet. Tani mund ta lirosh frikën nga trupi. Duke falendëruar. Duke i treguar që nuk është më nevoje jotja. Duke i besuar vetes tënde. Dhe kujtoja vetes që je në trupin tënd. Kujtoja vetes që ti je në paqe dhe frika është larguar nga ty. Mos kërko përgjigje me mendje. Lëre ndjesin të flasë. Mos analizo çfarë ka ndodhur. Vetëm përqendrohu tek fryma. Frymarrja jote tani po liron. Dhe në mënyrë vizuale, vizualizo një dritë e cila vjen nga qielli, e cila e mbush komplet trupin tënd fizik, duke filluar nga koka, veshët, syt, munda, goja, qafa. Dhe kjo dritë zbret të krahët, krahërori, zemra jote shpirtërore, shpina, barku, kofshët, gjunjët, pulpat e këmbëve, dhe shkon drejt e tek shpullat e këmbëve. Dhe pasi që kjo dritë
e ka mbuluar të gjithë trupin tënd. Ju ndjeheni të sigurt. Ju keni zgjedhur lirimin dhe jetën. Ju keni zgjedhur ekzistencën. Dhe tani, lirimi sapo ndodhi. Merë frymë thellë dhe liroje nga dalë. Fillo të lëvizësh gishtat e këmbëve, gishtat e duarve. Kthehu në trupin tënd fizik. Dhe kur të ndjeni gati, mund t'i hapni sytë. Iliriane, faleminderit ty. Xander, faleminderit, jam shumë e lumtur. Mukades, faleminderit dritë. Atëherë do ju sugjeroja pas këtij meditimi gjithmonë të pini ujë, të filloni ta veshkoni veten sepse reagimet dhe gjanat fillojnë edhe pas meditimit. Lindita, faleminderit ty. Emine, faleminderit. Jam shumë e lumtur që je këtu. Enkeleta, faleminderit. Silvie, faleminderit. Rudi, shumë faleminderit. Xander, faleminderit. Gana, faleminderit. Ibadete, shumë faleminderit. Valbona, shumë faleminderit që jeni këtu. Shumë faleminderit që po punoni me veten. Shumë faleminderit që keni zgjedhur më të mirën. Po më duket vetja si në libër. Perfekt, Xander, kjo është mrekulli. Gjatë meditimit, thot Klodi, ndjeva goditje në kurriz nga ana e majt. Super, aty tregon që kemi një frikë të cilën duhet të shirojmë me patjetër. Shumë bukur po dukesh. Ibadete, faleminderit. Klodi, faleminderit. Valbona, të gjitha videot të cilat janë bë, sepse sot jemi tek nata e tretë dhe kemi akoma para. Të gjitha video që do bëhen do hidhen në YouTube. Rela, faleminderit ty. Ingrid, faleminderit ty. Prekaj, faleminderit. Mukades, shumë faleminderit. Edhe ti e krejt dashni, krejt dritë, krejt ndriqim. Miranda, faleminderit. Gjatë meditimit kam pasur të shtitje, perfekt, kjo tregon që ti ke liruar, super. Ingrid, perfekt, unë ndjeva thot më shumë nga pjesa e barkut deri tek zemra shkundje, perfekt, super, kjo tregon që ke liruar jashtëzakonisht shumë, super. Një entuziazëm në fillim, pastaj një përpunim emocionave dhe kujtimeve, sigur të isha në qiell dhe veshkoja këtë moment. Xander, jam shumë e lumtur për ty. Realisht këtu jemi që të punojmë me emocionet tona, t'i pranojmë, t'i shërojmë, t'i tërsojmë, kjo është puna jonë e përgjithshme. Në gjira, faleminderit ty shpirt. Ibadeti thotë unë kam qajt, perfekt, super. Super, jam shumë e lumtur. Atëherë, nëse dëshironi të ndajmë të diçka tjetër, okej. Nëse jo, takimi i radhës është nesër në orën 20, siç ishte sonte.
Nesër kemi një temë të re, një meditim të ri, që bëhuni gati. Xander, shumë faleminderit. Kemi edhe 6 ditë para, 6 tema të mrekullueshme. Prandaj domethënë kam lidh temat sa tek njëra tek tjetra sepse du që sinqerisht këto ditë jenë lirime, shkarkime, shërime. Klodi, shumë faleminderit, natën e mirë dhe ty, natën e mirë të gjithëve, ju dua fort, fjeqi rehat, punoni sa më shumë me veten, lejoni që vetja juaj të jetë primare dhe trupi juaj është tempulli më i bukur që shpirti ka zgjedhur. Rut, shumë faleminderit, Deni faleminderit, Ibadete faleminderit, Mukades faleminderit. Natën e mirë, fjeqi rehat, gjumë të ëmbël. Ju dua fort gjithëve, natën.